Masa kufizuese janë ndërmarrë për kredit bankare për shtëpi për të shmangur rrezikun e mos shlyerjes së kësteve. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Ken Sejko sqaroi tavanet e vendosura për vlerën e kredisë ndaj kolateralit dhe për këstet e kredisë. Më konkretisht këto tavane janë maksimumi i huas në raport me vlerën e kolateralit për monedhën lek do të jetë 85%. Për shtëpinë e parë dhe 80% për shtëpinë e dytë ose për shtëpitë e dhëna me qira për monedhën lek. Kjo vlerë do të jetë 75% dhe 70%, 75% për shtëpinë e parë dhe 70% për shtëpinë e dytë ose ato dhënë me qira lidhur me monedhën në valutë të huaj për të shmangur riskun e kursit këmbimit. Po kështu kërsti ndaj të ardhurave si raport do të jetë në nivelin 40%, pra 40% do të jetë vlera e këstit ndaj të ardhurave për monedhën lek. Vendosja e këtyre kufizimeve synon të ulë humbjet e bankave lidhur me këto kredi. Vendosja e niveleve maksimale të lejuara për raportin mes kredisë dhe vlerës së pronës u rekomandua edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Banka e Shqipërisë vendosi gjithashtu të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 2.75%.